Përshëndetje, unë jam Majlinda Kelmendi dhe jam shumë e lumtur që sot jam këtu me ju, në bibliotekën time lokale në Pej, duke ju bashkuar UNICEF-it në Kosovë për të promovuar leximin me fëmijët më të vegjël si qasjen kyçe për zhvillimin e tyre dhe për të ndërtuar dashurinë për të mësuar gjatë gjithë jetës. Shumë prej jush më njehni si sportiste. Jam fituese e medaljes së artë olimpike në judo. Kur isha fëmijë, kohën e kaloja duke ushtruar, por edhe duke lexuar. Në fakt, vija shpesh këtu për të mësuar dhe lexuar. Është kënaqësi të jam sërish në qytetin tim për t'ju lexuar. E dini, leximi ka qenë gjithmonë pasion për mua. Sot është një nder i madh që ka libra të shkruar për mua, që tregojnë historinë time. Edhe ju mund ta tregoni historinë tuaj. Mjafton të mbani një ditar dhe të shkruani për ditët tuaja. Historia ime është e gjatë dhe vazhdon, nuk mbaron kurrë. Sot do t'ju lexoj disa pjesë nga libri Majlinda e Artë. Në radhë parë kam zgjedh kampionati botror në Paris. Ka qenë gara e parë serioze ndërkombëtare në cilën unë kam marrë pjesë. Kish kohë që e prisja me padurim kampionatin botror në Paris. Këtë duhet ta fitojmë. Parisin duhet ta fitojmë. Më thoshte Toni çdo ditë. E di dhe do ta fitojmë. Po ti e din se sa shumë kam qef unë me garu si shqiptare e Kosovës. Që me fitu edhe Kosova. Ju përgjigja unë Tonit. Toni heshti. Një ditë, para ditës së madhe, arritëm në Paris. Ishte hera e parë për mua në qytetin e dritave. Dua ta shoh kullën. Kërkova menjëherë me të arritur në hotelin ku ishim vendosur. Nga dritarja e hotelit shihej ndriqimi i kullës në qiell. Përtej qative ngjyrhiri të ndërtesave haussmanniane. Po, kemi me shku te kulla Eiffel. Te Arku i Triumfit, në Muzeun e Luvrit, po mas pari duhet me fitu garën. U përgjigj Toni që ndjente një stres të madh në gjaks. E vizituam Parisin dhe vendet më të bukura të Parisit. Erdhi dita që unë duhet garoja. Një ditë me shumë emocion, stres, por edhe adrenalin. Kjo ditë do të mbetet në memorien time për një kohë të gjatë, sepse ishte medalja e parë nga një kampionat botror për junior të cilën unë e fitova. Me këtë medalje mu hapen shumë dyer, e posaçërisht e binda trajnerin tim Tonin, që isha një garuese me potencial shumë të madh dhe që në të ardhmen kisha mundësi të merrja pjesë në lojra olimpike. Tani me radhë është kampionët din të humbin. Me që rast, dua t'u tregoj se edhe kampionët humbin, edhe kampionët qojnë sado që paraqiten të fortë në publik. Që nga fitoria e Parisit, unë e kisha kuptuar sekretin drejt suksesit. Koncentrim, disiplinë dhe stërvitje. Nga orët e hershme të mëngjesit, deri në fund të ditës, ushtroja dhe e forcoja trupin dhe mendjen. Në dogjo, luftoja edhe me djemt e klubit, me të qëllim që të forcohesha edhe më shumë. Dhe natyrisht, të gjithë i mboshtja. Emri im në për qytetin e Pejës përmendej me shumë krenari. Në për tryezat familjare, e deri tek mësuesit dhe arsimtarët në për shkolla. Fëmijët që më parë më ngacmonin, tash më kishin zili. Mora pjesë në shumë turne të judos në mbar botën, me që rast pata mundësin edhe të vizitoja vendet të ndryshme në botë. Fitova shumë medalje. Vajzat e reja filluan t'i bashkuan klubit të judos në Pej, të frymëzuara nga suksesi im. Një ditë të zakon të stërvitjeve, në qendrën sportive në Pej, Toni u ul pranë meje, përderisa unë isha duke bërë një pauzë. Në Londër kemi me marrë pjesë si Shqipni dhe kemi me fitu. Unë nuk komentova shumë. Isha mësu që në fillimet e karrierës të përfaqësoja Shqipërinë ose federatën botrore. Nuk e kuptoja pse politika gjithmonë duhet të hynte në mes meje dhe sportit. Isha e dëshpëruar. Dhe në ditën e madhe në Londër, psova humbje. Gjë që ndikoi shumë në mua.
humba kundër një gjudiste që nuk njihej se më e forta. Dhe këtë edhe ekspertët e judos nuk e kuptonin dhe nuk mund ta shpjegonin. Atë natë qova shumë dhe realisht mu deshën disa muaj që të kthehesha sërish në gjendjen time normale. Kështu që thjesht dua t'u tregoj fëmijë të dashur që sado që kampionët treguan të fortë, nuk janë gjithmonë të fortë. Edhe kampionët qojnë, edhe kampionët zhgënjehen. Kështu që duhet jeni edhe ju të fortë dhe të punoni me shumë vullnet dhe përkushtim. Tani do ta vazhdojmë historien me një tregim të rodhës. Fitoria e Majlindës nga Kosova. Ditën kur Toni erdhi në stërvitje me fytyrë të ndritshme si dielli i mëngjesit, unë e kuptova që kishte lojme të mira. Majlind, më në fund, Federata Ndërkombëtare e Judos është gati me pranu Kosovën. Tash mundemi me u fokusu veç në garat që na presin, më thoshte Toni. Ky lajm u bë realitet dhe më në fund unë pranova kimonën me flamur të Kosovës, të cilën aq shumë e kisha ëndruar. Kur e vesha për herë të parë, një fuqi e jashtëzakonshme më pushtoi trupin. Majlinda e Kosovës. Merja pjesë në të gjitha kampionatet botërore dhe sjellja fitore pas fitore nga Brazili në Rusi, flamuri i Kosovës kur më parë s'kishte evaluar kaq i lirshëm në mbar botën. Gjudisja e re u bë një yll i ndritshëm i Kosovës. Kur unë fitoja, i vogël e i madh më përshëndesnin me krenari për suksesin tim. Na e zbardhë fytyrën Majlind, Majlinda më e forta, t'lumt. Ditën kur u ktheva nga Rusia, kur kisha fituar titullin e dytë botëror, si shqiptare nga Kosova, presidentja e Kosovës më priti në aeroport dhe më dekoroi me medaljen presidenciale të meritave. Ky sukses më hapi rrugën drejt lojrave olimpike, por edhe Kosovës. Kur Komiteti Olimpik Ndërkombëtar njoftoi se Kosova mund të merrte pjesë në lojrat olimpike të Rio de Janeiro në vitin 2016, unë dhe Toni shkëmbyem shikime në heshtje. Kjo do të ishte sfida më e madhe për ne. Toni, unë du me fitu. Dua që edhe Kosova me fitu, i thash Tonit pas atij lajmi të mirë. Jeta ndan befasi për secilin prej nesh, jo gjithmonë të këndshme. Nuk e kisha imagjinuar asnjëherë që do të lëndohesha aq keq, vetëm një vit para lojrave olimpike të Rios. Kjo ndodhi përderisa isha në stërvitje intenzive në Austri, ku po përgatitesha për Grand Slamin e Parisit, një nga garat më të forta në botën e judos. Përkundër këshillave të Tonit, që të mos e teproja në stërvitje, unë nuk u ndala asnjëherë. Isha punëtore jashtëzakonisht e madhe. U lëndova aq keq, sa që u desht t'i nënshtrohesha një intervenimi kirurgjik. E përkushtuar që të rikthehesha në tatami, bëra të pamundurën që të forcohesha sa më parë. Por me të kthyer në stërvitje, e vazhdova punën e vështirë dhe ngrita pesha shumë të rënda. Një ditë ndjeva dhimbje të mëdha në kuriz, por e injorova. Ajo dhimbje nuk kaloi dhe një ditë më sulmoi si rufe në gjithë trupin. Kisha lëndim serioz në qafë, diskus herni dhe u deshën muaj të tërë që të kthehesha në gjendjen e mëparshme. Historien po e vazhdoj me një tregim tjetër. Më e forta, më e orta. Në mesin e kaq shumë medaljeve, unë imagjinoja ndriqimin e veçantë të medaljes olimpike. Një ndjenjë tejet e mirë më kaploi. Ishin lojrat olimpike, medalja e artë olimpike të cilën unë e ëndërroja që nga fillimi i karrierës në judo. Në ditën e madhe të olimpiadës, unë kisha veshur me krenari kimonon me flamurin e Kosovës. Ishte kjo hera e parë që garoja në një garë kaq prestigjioze me flamurin e vendlindjes time. Kur në jetë nuk jam di ma e motivume se këtë herë. Për mua dhe vendin tim, du me fitu. Kisha thënë unë në një nga intervistat e mia. Me lehtësi arrita deri në gjysmë finale kundër japonezës Misato Nakamura. Ajo ishte një kundërshtare shumë e fortë
dhe ishte kampione e 3 fisht botërore dhe një luftarake e vërtet. Por, si duket, flamuri i Kosovës në kimonon time më dha fuqi të jashtëzakonshme. Dhe unë me teknikën dhe forcat e mia e rrëzova dhe fitova luftën kundër Nakamurës. Pas gjysmë finales, unë vetëm se ndjeja erën e fitores. E dija se e gjithë Kosova e shikonin këtë ndeshje. E dija se e gjithë Kosova e priste këtë fitore dhe kjo më dha shumë forcë. Du me fitu për Kosovën, du me fitu, i thosha vetës gjatë gjithë kohës. Italianin Oded Gjufrida e mboshta në finale në mënyrë mjaft bindëse dhe në këtë mënyrë arrita të fitoja medaljen e parë të artë olimpike për shtetin e Kosovës. Për herë të parë Kosova ishte pjesë e lojrave olimpike në Rio 2016 dhe për herë të parë unë si protagoniste e sjella medaljen e artë olimpike në shtetin e Kosovës. Medalje historike kjo jo vetëm për sportin e Kosovës, por në përgjithësi për Kosovën si shtet. Sa herë që lexoj këtë pjesë, më rikthehen kaq shumë kujtime. I zgjodha pikërisht këto, sepse dua që nga historia ime të kuptoni shumë gjëra të rëndësishme. Të bëhesh një kampion me medalje të artë nuk ndodh brenda natës. Kërkon punë, kërkon përkushtim, kërkon të provosh përsëri dhe përsëri. Kur ka qenë hera e fundit që e keni pasur ndonjë vështirësi ose ndonjë pengesë në gjërat që ju doni t'i bëni? Dhe si i keni kaluar ato? Ju lumt, jam shumë krenare me ju. Kjo është mënyra se si duhet t'i kalojmë vështirësitë apo pengesat të cilat i hasim gjatë rrugtimit tonë. Ato na bëjnë edhe më të fortë. Ato na bëjnë të mendojmë që hey, unë nuk jam e mrekullueshme në këtë gjë që në fillim, dhe kjo është shumë në rregull. Prandaj, përqafoni vështirësitë që u vijnë gjatë rrugtimit. Ato janë faktori kryesor drejt suksesit. Ka njerëz, mësues, familje, miq, e veçanërisht libra që ju udhëheqin drejt çfarë do gjëje që ju bëni. Sa herë që lexoni ju rriteni, në mendje, në imagjinat, në zemër. Prandaj vazhdoni të lexoni dhe lejoni që çdo libër të jetë një mundësi për të mësuar. Ashtu si çdo gabim ose pengesë që është një mundësi për të rritur veten. Me mua do të shiheni së shpejti. Ju përqafoj.